Shikues të nderuar, rikthehemi në Fokus në televizionin rajonal 6+1 Vlora. Ajo është gazetare që prej 2 dekadash ka dhënë kontributin e saj në qytetin e Vlorës, por jo vetëm në Vlorë, në të gjithë qarkun, duke mbuluar me informacion dhe lajme, shpesh dhe me frymën opozitare, pra me audiencën mediatike, por edhe vetë qytetarët. Kam punuar me të, kam darë momente të gëzuara, momente të bukura, momente të lodhshme, dhe kam kënaqësinë që sot në fakt ta kem të ftuar në studio jo më si gazetare, por si kandidate për deputete. E kam fjalën këtu për kolegen time Ornela Hila, e cila nga Italia, ku prej vitesh jeton, tashmë ka vendosur që të jap kontributin e saj në një tjetër dimension për qytetin e Vlorës, për të qenë pranë halleve dhe shqetësimeve të qytetarëve, biznesit dhe grupeve të interesit. Ola, mirëmbrëma, mirë se erdhët me mua sot në Fokus. Emocion dhe kënaqësi dy firsh që të kam në studio. Takohemi pas shumë vitesh së bashku në këtë studio ku kemi punuar, në këtë ekran ku kemi ndarë momente të këndshme, momente të bukura së bashku dhe kemi informuar publikun. Ju keni qenë një zë i fuqishëm i gazetarisë në Vlorë, por keni dhënë një kontribut shumë të çmuar edhe në televizionin 6+1 Vlora. Kënaqësi, mirë se erdhe. Ermal, unë të falenderoj shumë, është për mua emocion i veçantë që jam përballë ty, si në një tjetër veste, po kjo ka qenë shtëpia ime dhe kjo ka qenë shtëpia ime deri ditën e fundit përpara se të ikja, sepse eksperienca ime fundit në nivel lokal ka qenë pikërisht jepja lajmet në këtë televizion dhe më është hapur dera gjithmonë. Por dhe kur ka ardhur me pushime i ka dhënë lajmet. Dhe kur kam ardhur me pushime ka qenë shtëpia ime sërish. Prandaj është nder për mua të jem në shtëpinë time sot, sepse e konsideroj shtëpinë dhe vatrën time në televizionin 6+1 Vlora dhe dua t'ju falenderoj të gjithëve që ndryshe nga shumë kush nuk keni rreshtur se informuari këtë qytet dhe nuk keni rreshtur se bëri misionin më të bukur që mund të ketë një media, një gazetar të informoni qytetarët e Vlorës dhe të jeni pranë atyre. Faleminderit, dhe ju keni mbetur ajo Olë që keni qenë, Ola luftarake, Ola e mirë, Ola simpatike, vetëm keni shtuar pak në kile. Po, kam shtuar, jam bërë mami, dy vajzave shumë bukura, dhe janë të mia. Një 11 dhe një 13 vjeç, në fakt shumë qytetarë që më njohin më mbanin mend kur isha 45 kg, por tani jo. Jam shtuar, por nuk kam ndryshuar Ermal, sepse unë kështu jam brëmosur. Dhe nuk mund të ndryshoj tani që po shkoj, kam kaluar të 40-at, jam 43 vjeç, dhe do vazhdoj të ngelem kështu, pavarësisht sfidave që na sjell jeta, pavarësisht garave që kam dërmarë përfshi edhe këtë garë sot, unë do ngelem Ola Hila kraj qytetarëve gjithkohës. Në fakt të kam vlerësuar për këtë, të kam vlerësuar për profesionalizmin tënd, por edhe për çiltërsinë që ke patur në punë dhe në marrëdhënie me kolegët e tu, dhe kjo bisedë kështu do të jetë sot, do të jetë një bisedë shumë e hapur, një bisedë shumë transparente, një bisedë e sinqertë, apo jo? Dhe unë ashtu do përgjigjem, absolutisht, kam marrë këtu ashtu siç kam bërë ndër vite të karrierës time si gazetare jo vetëm në Shqipëri, siç ti e përmende, por edhe në Itali, pasi unë edhe aty kam punuar në profesion për gati 9 vite, dhe kam qenë dhe jam dhe dua të përgjigjem pyetjeve me sinqeritetin që më karakterizon, sepse mua më vjen turp. Që nesër një qytetar të më thotë që nuk ishte vërtet ajo që the, sepse ti u konformove, sepse fole sipas interesit. Jam e hapur Ermal për çdo lloj pyetje dhe uroj që qytetarët të përkapin atë që unë dua të transmetoj. Që për mua Vlora është e rëndësishme, çdo qytetar është i rëndësishëm dhe kam ardhur për këtë garë jo se më mori koka erë, jo se mezi kam pritur të jem në ndonjë karrige pushteti apo karrige parlamenti, siç është kjo garë, por kam ardhur të jap kontributin tim se ndjej dhe ndjeva si nevojë qytetare për të dhënë për qytetin tim, pasi mendoj dhe besoj si unë shumë të tjerë, po do të flasim për politikën patjetër se prandaj jemi dhe sot këtu, ka ardhur koha që Vlora të ngrërë zërin dhe qytetarët e saj të ngrënë zërin dhe unë ndjej detyrim moral këtë ndaj qytetit tim. Dhe kush më shumë se një gazetar i njeh problemet e qytetit, i njeh problemet e fshatit, e njeh njësinë administrative, e njeh bashkinë, apo jo? Ju keni një eksperiencë të gjatë në gazetari. Si është një gazetar deputet? Pra si mendoni se do të jetë i mirë apo? Unë mendoj se një gazetar deputet do të jetë një deputet me këmbë në tokë. Një deputet që e njeh hallin e qytetarit, që është përballur me qytetarin për t'i qenë pranë, edhe kur s'ka pasur pushtet politik,
Dhe në qoftë se ti e formuar në këtë lloj forme dhe je mësuar ti jesh afër qytetarit, dhe tashmë për mua kjo është një stil jete, sepse kam 20 vjet që jam afër qytetarëve, nuk mund ta ndryshoj për hatër të një emërtimi ndryshe. Për mua, profesioni i deputetit është një punë, është një profesion që të jep mundësinë ama që jo vetëm të kesh pushtetin që ka gazetari për t'i pasqyruar problemet, po t'jep pushtetin e madh që t'i ndryshosh gjërat nga brenda, të bësh ligjet që ato që qytetari do dhe ato që qytetarin e mundon, t'ja shtrosh dhe t'ja zgjidhësh ato probleme që unë deri më sot ja kam pasqyruar, dua të kem mundësinë që t'ja lehtësoj dhe t'ja ndryshoj me forcën e ligjit, me forcën e zërit në parlament, dhe ky do të ishte shërbimi më i mirë që një gazetar deputet do t'jepte qytetit vet dhe elektoratit vet dhe atyre që nuk e zgjedhin. Ola, ju jeni arsimuar në Vlorë, por keni vijuar më pas edhe në Tiranë. Arsimimin tuaj jeni e njohur për publikun vlonjat për kontributin tuaj që jeni dhënë në gazetari dhe në media, edhe nëpërmjet, siç e tham, ekranit të televizionit 6+1 Vlora. Por më konkretisht, kush është Ornela Hila, pasi ju keni vijuar më pas edhe studimet apo specializimet të ndryshme edhe në Itali. Pra e nisim që nga fëmiria juaj këtu në Vlorë, familja, e për të vijuar në Itali pastaj aktualisht. Unë jam një vajzë vlonjate, lindur në Vlorë, edhe prindërit e mi kanë lindur këtu. Mamin e kam Çame dhe jam shumë krenare për këtë, sepse në fakt gjithmonë jam kategorizuar dhe jam emërtuar si vajzë Çame, pasi jam rritur në Skel. Babin e kam nga Hilajt, nga mbiemri, pra Lap, me origjinë nga Ducati. Dhe rëndom në kolegët tamë, kur unë flisja për origjinën time Çame dhe Ducata, se më thoshin Telme Gjëmba. Dhe në fakt shku kam qenë në profesion, kam qenë Telme Gjëmba, sepse kam bërë rrallë herë kompromise dhe isha Telme Gjëmba se rrallë herë mund të më preknin për të më kompromentuar. Kam pasur unë simpatit e mia, bindjet e mia edhe politike, por kur ka qenë puna për të prezentuar qytetarin, jam përpjekur dhe mendoj se mënyra dhe rikthimi im dhe ajo që kam parë në këto ditë fushate që po bëj në qytet, kujtohem nga e majta dhe e djatha për korrektësinë. Dhe kjo më ka bërë të ndihem jashtëma se mirë normal, sepse nuk e prisja që, sepse ti thua kam 9 vjet që kam ikur, por nuk e prisja që qyteti të më priste me këtë respekt kaq të madh që vërtet më ka emocionuar dhe më ka bërë të ndihem mirë që u riktheva. Më tej unë kam vazhduar, kam bërë shkollën e mesme në shkollën Mustafa Kemal Atatürk, me pedagog të mirë dhe mësues shumë të mirë që i kujtoj dhe sot, dhe më tej jam diplomuar në Universitetin e Tiranës për shkenca politike. Në 2005 për arsye familjare u ktheva në Vlorë dhe lash punën time në Tiranë, sepse familja ime kishte nevojë për mua, për arsye ekonomike dhe i kam vënë shpatullat shtëpisë time për shumë vite. Dhe pikërisht pas kësaj periudhe nisi edhe rrugtimi juaj në media. Dhe pikërisht aty madje intervistën e parë po të kujtohet e Vlora Channel dhe kemi bërë bashkë. Po, patjetër. Dhe ishte kënaqësi, madje po e zbulojmë sot. Po e zbulojmë sot që intervistën e parë të punës si gazetare mua ma ka bërë Ermal në Vlorë. Sepse Ermali kishte filluar aso kohë. Dhe direkt edhe është okej. Dhe direkt, po, dhe më dha okej. Më pëlqeve, nuk të njëja fare, që drejta, nuk të njëja fare. Dhe që atëre këtë dashuria jo nuk kam mbaruar kur dhe respekti. Dhe nuk do të mbaroj. Absolutisht jo, kemi kaluar sfida të mëdha në Ermal dhe kemi ngelur. Më tej pastaj, siç e the, kam vazhduar punën e gazetarisë, kam pasur pastaj eksperjenca në fakt edhe në administratën publike, kam dhënë mësim dhe më ka pëlqyer shumë. Por në vitin kam pasur dhe eksperienca politike, kam bërë specializimet shumëta, si kundu kemi bërë gjithë pastaj në komunikim, në media, e tjera për të specializuar në fushën e gazetarisë. Pra, veç mediave lokale ju patjetër që kam qenë gazetare në media kombëtare, po, kam qenë në disa media kombëtare, po besoj se Vlora më mban mend më shumë për TV Klanin dhe ABS Newsin. Kam dhënë lajmet në ato media, kam qenë pjesë e emisioneve e tjera me radhë. Por kjo më formoi profesionalisht, më dha kënaqësi të jashtëzakonshme. Por në vitin 2006, siç e di Ermal, unë u largova. Dhe të mungon media? Nuk më ka munguar, se deri në Itali kam bërë gazetare. Deri në korrikun e kaluar. Kam qenë korrespondente gjatë gjithë kësaj kohe për ngjarjet që kanë pas lidhje me Shqipërinë, kam qenë korrespondente e pandalur në periudhën e Covid, pothuajse me gjitha mediat kombëtare në Shqipëri. Dhe kam vazhduar të raportoj nga Italia për takime të rëndësishme, për evente të rëndësishme, për ngjarje të rëndësishme,
E fundit ishte ngjarja tragjike e studentes së vrarë në Rom, pra nuk e kam shkëputur raportin tim me media, më ka munguar terreni shumë, por profesioni im ka vazhduar dhe në Itali, kam punuar si gazetare. Si ishte rrugtimi juaj në Itali? Pra e mendove 2 herë për të shkuar apo jo, apo ashtu ishin rrethanat dhe duhet shkoje patjetër? Ermal, unë i ka nga Vlora e mërzitur. I ka nga Vlora e mërzitur, jo se s'kisha punë. Sepse unë isha në punë, madje një nga punët e mia ishte 6+1 kur jepja lajmet, bashkarisht jepim lajmet, dhe vazhdoja punoja në TV Klan dhe ABC News. Por unë i ka nga Vlora e mërzitur, sepse unë u bëra nën, bashorti im pasi u kthye nga Italia nuk e gjeti veten, jetoj këtu 5 vjet, por nuk arriti të gjete veten, nuk u konformua dot me mënyrën e jetës që bëj këtu, nga pikpamja edhe profesionale, nuk e duronte dot faktin që politika hynte kudo dhe të priste rrugët edhe të vinte shkopinjt në rrota. Dhe në vitin e fundit para se unë tikja, bashorti im vinte në Itali, duke qenë sa je kishte bërë njerë sakrificën dhe kishte lënë gjithçka në Itali për familjen tonë, dhe erdhi në Shqipëri, kur unë u bëra nën Ermal, doja të ardhmen e vajzave të mia. Unë i çoja vajzat në çerdhe me pagesë, dhe me gjithë se ne ishin në punë, i thoshin vetes sa ja dalim dot ne të përballojmë shpenzimet që kemi për fëmijët tanë aktualisht. A ja dalim do të ne të paguajmë shkolla private për 2 deri në universitet? A është shëndetësia që na vjen dhe na ndihmon dhe na shërben ashtu siç duhet? A janë vlerat e shoqërisë ato që duam t'i japim fëmijëve tanë? Dhe unë, për të mbrojtur familjen time, shumë e lodhur por e trishtuar që lash një investim të madh sepse aty fillova nga e para, ika në 2016, siç ta thash nuk ka qenë absolutisht e lehtë. E kam filluar nga e para, sepse asnjë nga diplomat e mia universitare apo specializimet në Itali nuk njihej. Humba një vit duke tentuar të bëja njohjet, por këtej fatkeqësisht burokracitë dhe gjendja e programeve ishte shumë e vështirë, dhe u detyrova të filloja një universitet nga e para. U shkrova në juriste për administratën publike dhe biznesin, mbarova shkëlqyer në 2 vjet e gjysmë. Dhe më pëtej bëra masterin shkencor në juridik, duke plotësuar krejt ciklin 5 vjeçar të juridikut në një kohë rekord, duke mos harruar që isha nën, punoja në gazetari. Dhe Ermal është një gjë që atë punë që ne bënim brenda ditës, unë dhe ti e kemi bërë brenda ditës terrenin, unë e bëja në një muaj. Dhe merja 1/5 e rrogës që merja në Shqipëri, por qëndroja stoike sepse doja të ecja. Dhe aty është diçka, ka meritokraci, por shumë e vështirë që ti ingranohesh në disa terrene të caktuara. Dhe unë kam qenë, dhe e them këtë me krenari, e para gazetare huaj, jo shqiptare, që ka qenë në redaksit e qytetit Ravenës dhe të provincës së Ravenës, efektive, me kohë të plotë. Mbasi punova në STS për gati 4 vjetë, vazhdova në Ravena Web TV, një TV lokal që ka goxha akses dhe shikueshmëri aty. Gazetare terreni, apo? Edhe gazetare terreni, po. Gazetare terreni, konferencat, punën që ne bënim këtu, aty u rikthye puna ime me ritmin që kisha, do me thëmë në televizioni lokal u rikthye puna me ritmin që kisha, pasi në median e shkruar ishte redaksia e mbasdite, sepse atëre punoj. Por aty rindjeva grintën e gazetarisë terrenit. Ndërkohë që vazhdoja universitetin, se si që thashe përfundova, bas universitetit që mbarova në 2022, vendosa të vazhdoj akoma në gazetari, por sot e ndryshova pasi në korrik dashdore ishe nga gazetaria dhe tashmë jam praktikante avokate pra një studioje në zonë e qytetin ku jetoj dhe kam nisur një karrierë të re profesionale që më pëlqen vërtet shumë dhe ndihmoj njerëzit në një mënyrë tjetër, po pra ndihmoj qytetarët. Se jam avokat. Nuk të shikoj dot që mos ti jesh gazetare. E vërtet, edhe unë kam vështirë. Nuk e kam dot këtë ndjesi. Besoj do t'i rikthesh prapë, se nuk ka si të ndodhë ndryshe me ty. Shiko, pasionet gazetarin kur e bën një herë, nuk e kthen do të brapa, nuk e lë dot asnjëherë definitivisht. Unë kam ruajtur akoma raportet me mediat kombëtare këtu që vazhdoj bë korrespondente në disa pika të caktuara, por në nivel lokal në Itali e kam ndërprer. E kam ndërprer sepse aty nuk lejohet që ti t'jesh në dy urdhre të ndryshme, si në urdhën e gazetarit, ashtu edhe në urdhrin e avokatit.
Prandaj mu desh të zgjidhja dhe vendosa pas 2 dekadash gazetare, thash, një eksperiencë e re dhe është kurajo e madhe, po mua më pëlqejnë sfidat. Po, një rrugtim i vështirë apo jo, por me sfidat kaluara me sukses, pra deri këtu ku keni arritur në një vend të huaj si që është Italia. Modestisht të them që ndjem krenare për çka kam arritur, por nuk do ta kisha arritur kur pa mbështetjen e familjes time, pasi ne kemi pas dhe kemi në familje edhe ata të shoqëruar emigrantë tipik që kanë bërë punën e tyre me përullësi, që i kanë lënë diplomat universitare në mur dhe janë nështruar punës. Edhe unë kam bërë punë ndryshme gjatë studimeve, madje ndonjëherë them bëja jetë trefisht, se punoja redaksi, bëja ndonjë punë për të zënë lek dhe veja dhe në universitet. Prandaj kushtohet që është e thjeshtë, Ermali është shumë e vështirë. Është shumë e vështirë, por është një gjë që në një vend ku meritokracia vlerëson, ti ndihesh shumë më i vlerësuar, edhe qoftë në një arritje të vogël, që unë e cilësoj këtë time një arritje të vogël, por pa Kelin që është sakrifikuar që nga dita e parë, nuk do ja kisha arritur kur. Pa Kelin do isha Vlorë sot. Pa Kelin do isha Vlorë sot. Si duket sot Vlora? Pra je larguar ke 9 vite, por ka ardhur me pushime, pra për pak ditë. Çdo sezon, ndoshta jo, por keni ardhur. Kam ardhur shpesh. Si të duket? Vlora më duket e ndryshuar. Për mos të qenë hipokrit tërësor, pasi në të thaj gjëra janë bërë mirë, ca tjera jo. Jo çdo gjë më pëlqen, normalisht, mbase po të kisha pasur mundësi të kontribuoja, do kisha bërë disa gjëra ndryshe, por unë jam e sinqertë dhe marrë dhe drejt për drejt, nuk mund t'ju pëlqejmë gjithve dhe punët që bëhen jo të gjithve do ju pëlqejnë. Prandaj ne kemi ardhur që të bëjmë të mundur me Shqipëria bëhet që punët e të ardhmes dhe projektet e mëdha të pëlqejnë nga të gjithë duke futur sistemin e referendumeve. Mua më pëlqen Vlora, më pëlqen me pushime. Por deri dje, përpara se të merrja këtë vendim, kisha shumë të vështirë ta rishikoja rikthimin. Deri dje. Deri dye, por pse u rikthyet? Unë jam rikthyer. Po, u rikthyet për nisma Shqipëria bëhet, për këtë fushat elektorale që ka nisur tashmë dhe mund të themi është në kulmin e saj, jeni prezantuar si kandidate për deputete, jeni rikthyer për një rrugtim të ri apo jo, dhe për më shumë se sa një rrugtim personal, për një rrugtim për të dhënë kontributin tuaj për qytetarët. Po pse pikërisht me Shqipëria bëhet? Sepse Ermal, se pikërisht me Shqipëria bëhet. I kam njojtur çunat e Shqipëria bëhet jo personalisht, sepse unë kam qenë e larguar, kur ata nisën lëvizjen 2 vjet më parë, por i kam ndjekur në rrjetet sociale. Kam ndjekur edhe gjitha forcat politike, sepse siç të thash, duke qenë gazetare dhe duke mos u ndërprer nga korrespondenca që bëja me Shqipërinë, kam qenë gjithmonë e informuar, nuk jam larguar. Kam kontribuar madje në mënyrën time edhe në fushatën e mëparshme 2021-shit. Por ajo që më bindi është se kur shikoja këta djem që ishin një grup prej 25 vetash që bridhnin gjithë Shqipërinë dhe kërkonin me forcë votën e emigrantëve, të cilët dhe unë në 2021-shin e nisa ta kërkoj me hashtagun Amanet votën time, më mburë zemra se i shikoja në stenda në gjithë Shqipërinë që mblidhnin firma për votën e emigrantëve. Dhe kur ata bën 21.000 firma, duke më dhënë mua, mamas time, burrit tim, mama vjerës dhe baba vjerit tim, të drejtën e votimin që e kishim vërtet për zemër dhe e donim vërtet ta bënim, unë u binda. U binda që thash, këta djemë dhe këto vajza, të cilët nuk kam pasur një ditë pushtet, u bën copa për të na dhënë atë që unë kaq shumë e kam kërkuar. Prandaj thash unë, do t'jem në krah tyre, për të dhënë atë ndihmën time të vogël në atë që është ky mision i madh, që është e tregon dhe emri i koalicionit Nisma Shqipëria bëhet, sepse unë jam ndrimtare, unë jam parimore dhe më pëlqejnë gjërat e mëdha dhe më e dua shumë të më. Dhe them që nga emri Shqipëria bëhet është një shpresë që mu dha mua të parës me një provë, me votën, me të drejtën e votës si emigrante, dhe them kur pa pushtet këta çuna dhe goca bën këtë, do bëjnë shumë më vonë. Prandaj unë jam sot me ta, sepse ata janë kurajoz, të palodhur dhe nuk kthehen mbrapa. U vetë ofruat apo ju kontaktoi dikush për këtyre djemve që ju thatë për të qenë pjesë e listës në qarkun e Vlorës? Unë u vetë ofrova.
Unë vetë ofrova, opsione për të vetë ofruar në garën politike të kësaj radhe, kishte pothuajse në gjitha partitë politike, edhe në partitë e mëdha. Por, si që të thash, asnjë nga këto forca politike që ishin edhe që janë aktualisht në garë, nuk më bindi dhe bëra aplikimin, ditën që kam bërë aplikimin për të votuar, për të pasur drejtën e votës si emigrante, ka bërë edhe aplikimin në website-in e Shqipëria Bëhet, që do me thënë kandidohu, vetë kandidohu. Kam dorëzuar aty një CV të shkurtër, pse doja të kandidoja, dhe një video të shkurtër normalisht që ata të shikoni, dhe më pas jam kontaktuar nga një nga antarët e kryesisë, cilin nuk e njihja deri në takimin që bëm zyrtar pas që ishin aprovuar listat, dhe më tenga nën kryetarja Preti, e cila më dërgoi në atë kohë formularët e ardhur nga KQZ-ja që do të kandidoja. Dhe të them që u vetë ofrova, sepse paralelisht me këtë zgjedhjen time, unë kisha 2 oferta në Këshillin Bashkiak të Ravenës, pasi aty ne kemi zgjedhje për bashkinë tani në datë 26 maj. Dhe kisha 2 oferta për garën e Këshillit Bashkiak dhe po ta marrësh nga pikpamja pragmatike, ndoshta do më kishte leverdis më shumë dhe do më kishte dhënë më shumë isha në Këshillin Bashkiak të Ravenës se sa në këtë garë për parlamentin shqiptar. Mendoni se do kishit më të lehtë pra aty për të fituar? Mbase do ta kisha më të lehtë sepse fushat ndryshojnë dhe do ta kisha më të lehtë. Do ta kisha më të lehtë edhe për përballjen për situatën politike, për mënyrën e fushatës, për shumë çka unë kam për fushatën e 2021-shit dhe në Ravena. Pra je njohur dhe në jetën politike atje? Patjetër. Kam qenë zëvendës presidente e Asociacionit Viva Ravena, që është edhe një listë civike, sot që flasim, krah Xhoxha Melonit, po edhe në zgjedhjet e kaluara. Kam qenë koordinatore e komunikimit të fushatës elektorale 2021 për Filippo Donatin, kandidati i Fratelli d'Italia, Lega dhe Viva Ravena. Që dhe politikisht aty nuk jam dalur. Prandaj edhe kësaj radhe më erdhën 2 oferta për Këshillin Bashkiak, nga 2 lista në garë, në të njëjtin koalicion. Ofertë që më erdhin në shkurt dhe përgjigjen e kam dhënë në datë 13 mars, ku vetëm pak orë pas publikimit të listave për garë, dhe thash unë do jem në Shqipëri për këtë garë, sepse dua të jap kontributin tim në Vlorën time. Sepse Vlora ka shumë herë më shumë nevojë se sa kanë emigrantët shqiptarë sot në Itali, apo në Ravena që çka mund të bëja me Këshillin Bashkiak. Aty vazhdoj të jap kontribut, por që zgjodha këtë garë sepse e cilësoj shumë herë më të rëndësishme. Megjithatë, ju edhe më parë jeni marrë me politik, jeni angazhuar me Partinë Demokratike. Pra gjithmonë keni qenë me bindjet tuaja të djathta. Pse nuk vendosët të vetë ofroheshit e Partia Demokratike, se nuk po them Partia Socialiste se zbesoj të bëheni dot socialiste? Nuk bëhem, do ishte një hipokrizie jashtëzakonshme. Për mua dhe për çdo figurë tjetër që ka milituar ndershmërisht dhe me parime. Partia Socialiste është e hapur sot. Pra kryeministri Rama ka thënë që unë e kam hapur Partinë Socialiste. E ka hapur dhe e ka dëshmuar. Edhe ju. Patjetër, unë besoj se do më mirëpriste dhe me ka hapur. Nuk e vën dyshim atë. Po unë nuk do isha kurrë komode në asnjë lloj pozicioni brenda Partisë Socialiste, sepse unë s'mund të jem me një forcë politike të cilën e kam kritikuar dhe se kam bindje të brendshme. Unë kam milituar në Partinë Demokratike, hapur, pa frikë dhe me bindje në Partinë Demokratike, më the pse s'jam në Partinë Demokratike. Ndoshta, po të kisha bërë një zë, edhe mund të më kishin marrë, isha pjesë e listës, dhe më thanë madje që nëse ta kisha kërkuar nuk diskutoj që do t'ishe, por Partia Demokratike Ermal nuk është shtëpia ime prej 12 vjetësh. Nuk më përfaqëson më. Sepse Partia Demokratike që besoja unë, dhe shumë të tjerë si puna ime, është një kujtim i vjetër. Dhe kjo Parti Demokratike që jemi sot, për jashtë ca figura që unë i dua dhe i respektoj jashtëmase shumë për qëndrueshmërinë, që janë pak, nuk ka asgjë të përbashkët, ose ka shumë pak të përbashkëta me partinë politike që besonim ne, me Partinë Demokratike që besonim ne. Thjesht është marrë sigla e PD-s dhe është përdorur nga grupimet caktuara. Unë s'mund të isha palë. Megjithatë sot është zoti Berisha sërish në krye të Partisë Demokratike, ai që ishte dhe kur ju bënit pjesë në këtë parti. Unë normal besoja tek Berisha i para 2013-s, vlerësova burrërim politike të zotit Berisha që u dorëhoq aso kohe dhe i dha shpresë Partisë Demokratike se do të ndryshonte.
Sepse kjo është emancipimi politik, që ti ike sepse dështove. Por rikthimi i zotit Berisha nuk dha më shpresë. Rikthimi i zotit Berisha riktheu mbrapa Partinë Socialiste dhe fshihu edhe atë burrërinë politike të dorëheqjes që na përcolli në 2013. Prandaj thash që pavarësisht se figurat janë të njëjta, të ato 2013 dhe në lista, njohim gjithë, nuk ka më Parti Demokratike të atyre parimeve, sepse dhe ata që janë sot, pavarësisht se janë të njëjtat emra, nuk kanë më parimet, janë aty për interesa personale. Absolutisht, jo parimore. Që thot për ju të jesh kandidate për deputete, nisma Shqipëria bëhet. Pra ju thatë se i besuat atyre djemve të rinj, i besuat një klasë të re politike apo një elite të re politike që mund të vi pas 11 majit. Megjithse do të jetë lehtë apo e vështirë, do ta diskutojmë edhe gjatë bisedës. Që thot për ju kjo? Çfarë ndjesi e ke? Shiko, ti jesh kandidate dhe ndash zoti edhe deputete në një parti të tillë dhe në një koalicion të tillë, Ermal, është shumë e bukur. E di pse është shumë e bukur se ne të gjithë kandidatët vim si njerëz lirë. Siç e thash, unë u vetë ofrova Adriatikun, Endrin, apo Panon, apo Dorinën, apo Edonën, unë nuk i njihja fillimisht, dhe vim si njerëz lirë sepse ne vim si të barabartë mes barabartëve. Nuk dua të bëj komunizëm këtu, por vim të motivuar për një qëllim të përbashkët dhe në këtë garë nuk është asnjëri prej nesh i përkëdhelur i kryetarit. Sepse në këtë garë, Ola është e barabartë me Adriatikun, është e barabartë me Aleksandrin, është e barabartë me Idlirin, me Dorinën, dhe ky është modeli që japim ne, dhe unë vjeq qetë, sepse unë e di që duke qenë se ne jemi kaq transparent dhe kaq parimor sot, ashtu do të ngelemi dhe nesër. Siç të thash, ne nuk vi me borxhe në politik, as me borxhe ndaj kryetarit për t'ia ditur për nder, as me borxhe ndaj kryesisë, as me borxhe ndaj sponsorave, se ne vetë financohemi, që unë e para vetë financohem, dhe kështu me radhë gjithë ne, dhe prandaj të them që jemi të lirë dhe të kesh liri politike, është një hap i madh në politikën shqiptare, se nuk ka ndodhur, Ermal. Dhe sot që jemi në këtë garë, nuk ndodh, sepse listat bëhen nga kryetarët, dhe normalisht në momentin që ti kryetar më vën listë, unë do ta di për ndrer dhe do të rigatitu. Do të rigatitu, unë i rigatitu parimit dhe bindjes që ne kemi një qëllim të përbashkët. Të çajmë sistemin dhe të cillim një model 3. Dhe mendoj, Ermal, se është bukur sepse t'ja për shpresë qytetarëve këtij vendi që të takojnë rrugë dhe të thonë shqyr ju të rinjt, është gjë e bukur shumë. Dhe prandaj unë ndihem shumë komode në këtë fushat, po e shijoj jasmase këtë fushat, dhe po e shijoj çdo shtrëngim dore që më vjen nga qytetarët. Nisma Shqipëria bëhet e ka listën komplet të hapur, pra nuk ka listë të mbyllur dhe listë të hapur. Sa vështirë do të jetë për ty? Për mua. Thash, objektivi im apo ambicia ime, pavarësisht ambicjes personale, nuk mund të gënjej, kush nuk do ta donte në karrierë personale, të flasim me pragmatizëm, një arritje të tillë, sepse fundit unë kam studiuar edhe për shkenca politike, jam angazhuar vazhdimisht. Por ajo që të thash është objektivi jonë i të 12-ve që jemi në listë hapur, është më i madh se sa karriga e kuvendit, dhe ne kemi thënë që në rast se ne arrim të hyjmë parlament 1, 2, 10, nuk ka rëndësi në gjithë Shqipërinë, por ne e rëndësishme është të hyjmë për të bërë diferencën. Dhe për të qëndruar stoik parimeve tona, sepse siç e ka thënë dhe një kolegu im në takime, kur e mos e gëzofshim atë mandatin që na japi qytetarin nëse na beson, nëse ne nuk vazhdojmë bëjmë parimet tona. Prandaj do të jetë e vështirë, sepse këtu flasim me sisteme të konsoliduara, unë dhe ti njohim se i kemi prezantuar fushatë elektorale mediatikisht për shumë vite, unë i njoh dhe pa nga brenda, duke qenë se jam marrë me një forcë politike drejt për drejt. Është e vështirë, Ermal, është e vështirë sepse është mbjell një frikë e madhe, një pasiguri, një tulatje, por qytetarët kur takojnë vetëm dhe të shtrëngojnë dorën, janë rebeluar brenda. Dhe unë mendoj se do japin sinjal të fortë kësaj radhe. Ula, cili është programi i Nisma Shqipëria bëhet? Pra ka një program kjo forcë e re politike që vjen si një alternativë, që po thoni është një alternativë më e mirë
se klasa aktuale politike shqiptare. Po, Ermalia, unë e kam këtu, kam një draft vogël që e kemi përgatitur për qytetarët, dhe dua ta them paraprekisht që ky është programi i vogël, Shqipëria bëhet. Kemi përfshirë, është një produkt i rreth 100 ekspertëve të fushave të ndryshme, që në këto që gjatë kësaj periudhe janë marrë për të analizuar buxhetin e Shqipërisë, problematika që ka dhe ku mund të ndërhyet, në afat gjatë, në afat shkurtër, afat mesëm dhe afat gjatë. Dhe do doja të thoja paraprekisht që realisht që ofertë politike e vetmja pasaportë europiane e Shqipërisë është kjo. Ky programi, sepse duke dhënë mundësinë të zbatohet ky program, i jep mundësinë vërtet Shqipërisë të jetë europiane, pa letra tjera, siç premtohet. Ne kemi program detajuar me 4 shtylla bazë, shtylla primare është heqja e ndryshimi i kodit zgjedhor. Shumë kush thotë ç'na duhet neve kodi zgjedhor, po kodi zgjedhor, ndryshimi i kodit zgjedhor sjell lirinë e votës. Sjell ato që kryetari nuk kontrollon dot më deputetin dhe të bëjë çoka elektorale. Dhe i lë qytetarit mundësinë të zgjedhë më të mirin brenda çdo lloj grupi, sepse ne nuk kemi në ajër, ne nuk fluturojmë me tapeta fluturues si thuhen. Por në qoftë se dhe ka njerëz shumë të mirë, Ermal, nga e majta dhe nga e djatha. Prandaj ne duam që qytetari, pavarësisht bindjeve që ka, të votojë më të mirin dhe të vënë në parlament ai që ka më shumë vota, jo ai që do më shumë kryetari. Prandaj ne themi që duam të ndryshojmë kodin zgjedhor. Duam të depolitizojmë administratën zgjedhore, do me thënë vota mos të numërohet më nga partitë politike, po të numërohet nga profesionistë, sepse vota është baza e demokracisë. Dhe në qoftë se nuk numërohet vota si duhet, ajo që themi ne, po këta i kanë bërë gjallë llogarit, themi ne, i kanë mbyllur, çfarë do fitoni ju, thonë ata që nuk e kuptojnë realisht se si ndodh procesi. Dhe ne i themi jo, s'duhet ndodhi më kjo. Vota duhet numërohet nga specialist, nga noter, avokat, mjek, që janë të pa anë, dhe që nesër në qoftë se bëjnë një abuzim, ju hiqet licenca, rrezikojnë profesionin e tyre, por ama kontribuojnë në demokratizim, sepse ne Ermal jemi një vend pluralist. Kemi shumë parti politike në zogar, por ne nuk kemi një vend demokratik. Dhe ta them këtë me bindje, sepse ne njohim demokracinë nga perëndimi, ne nuk kemi demokratik sepse ne nuk lëm qytetarin të zgjedhë. Ne nuk kemi një vend demokratik se ne akoma e blejmë votën me një thesmiell. Ne nuk kemi një vend demokratik se ne akoma e kërcënojmë qytetarin me bukën e gojës, me vendin e punës. Kam dëgjuar këtë ditë fushate, më firmo se heqen nga puna se më pan me ty, nuk të takoj dot se jam në administrat, do të votoj po mos ja thua njeriut, do me thënë gjëra që mua më të zemra, po i kuptoj. Dhe në fakt, gjithë mbështetësve të mi, ju them këtë, unë nuk ju dua për fotodekori, unë ju dua në qoftë se më besoni, sepse nuk rrezikoj duke njohur mentalitetin, nuk rrezikoj integritetin dhe jetën e përditshme të askujt. Por kushdo që si mua, do të bëjnë ndryshimi, le ta bëjnë heshtje me votë. Dhe ne këtë duat të garantojmë. Pastaj, atë që thash më herët, duam të fusim referendumin, sepse këtu ka një liqë për referendumin normal. Dhe shumë njerëz thotë, po ç'na duhet në referendumin s'na jep bukë. Referendumin e na jep bukë, sepse referendumin e na jep punë. Gjithë ta investitorë strategjik, që vinë si duan dhe kur duan me kontrata afatgjata, me referendum unë pyes qytetarin, ore, të pëlqen ty ky aeroport i Vlorës? Do harxojmë kaq lekë ne. Ty si qytetar që të vendin do të vi zhurma, do të vi dhe vllai motra që ke jashtë do të vinë këtu. Ti si e gjykon? Dhe ti voton, e dua apo nuk e dua? Në bazë rezultatit bëhet apo s'bëhet. Dhe qeveria që ne propozojmë nuk do ketë në dorë të firmosi asnjë koncesion që i kalon 4 vjetët. Sa që ka mandatin qeveria? Do të thënë ti mua më voton për 4 vjet dhe unë vendos fatin tënd për 30 vjet. Jo, ti për 4 vjet ma ke dhënë mandatin mua. Prandaj unë për 4 vjet kam të drejtë të kushtëzoj me vendimet e mia, sepse kjo është demokraci. Dhe ne themi, në qoftë se mandati, apo një projekt, apo një koncesion, është 4 vjet, e vendos Këshilli i Ministrave. Në qoftë se një projekt zgjat 10 vjet, e vendos Parlamenti me 2/3. Në qoftë se një projekt është 30 vjet, do ta vendosë qytetari me referendum. Ati i bie kokës ky projekti. Ati ja merr portin, ati ja shtron rrugën, ati ja bën tetsin kot, ati ja bën ndotjen dhe prerjen e pyjeve, kështu me radhë. Këto janë pikat tona dhe mbi të gjitha depolitizimi administrat. Boll më
që dhe pastrusja një institucioni të ketë frikë të iki nga puna, se u ndrua kryetari bashkisë, se u ndrua deputeti, se u ndrua politikani, jo. Ajo pastrusja është aty se u bëj pastrusën, ajo në punësi civile është aty se u bëj në punësin, se në normale kemi bërë administratën mësimore. Do me thënë, ti vjen, e të futi deputeti, a i deputeti është 4 vjetë, iku deputeti jot, iku vëndi jot i punës, ti sa ke mësuar zanatin e të ndjekim, marim tjetër. Ndërkohë që administrata ka si do të ketë cilësi, si do punoj, si do funksionoj kështë shtetë, kur administrata s'ka sigurit, dhe thonë këta pse vjedhaj, ore do vjedhjaj. Se ky është modeli, do vjedhjaj se më thot, pas 4 vjetësh do me ishin nga puna, do rrit 12 vjetë pa buk, si që porin, pëdës, se ka 12 vjetë pushtet tjetëri, ne këtë duam të bëjmë. Janë gjëra që na qeshin, ata që kemi përballë, na qeshin se e din që bëhen, por që s'duan t'i bëjnë, normal. Dhe pastaj kemi program detajuar për çdo sferë të jetës publike, politike, sociale dhe ekonomike. Ajo është, mua më pëlqen shumë, është korrupsioni. Ne jemi një popull që na kanë korruptuar në gen, në mendje. Ne nuk jemi të ligjë. Shqiptarët nuk janë as kriminela, as të lindur keq, as të keq edukuar, po janë një kom që jemi mbajt me parime. Por çfarë ndodh? Këtu shqet peshku nga koka. Se nëse drejtori jot do jeti korruptuar, do të kërkoj ty ta bësh korrupsionin, qete sporteli. Dhe ne duam këtë, korrupsioni i shtetarëve, i deputetëve, i politikanëve, tek ne do të jetë tradhti kombëtare e dënuar me 25 vjet burg e lart, dhe çdo aset ekonomik i fituar si pasojë e korrupsionit do sekuestrohet në favor të shtetit. E njëjta gjë për funksionarët e policisë, e gjëjmë gjithë që funksionarët bashkëpunojnë me bandat, i ndihmojnë e tjera me radhë. S'ka më funksionar policie me ne, që tjetë shoku kriminalit zonës. Qofse do zgjedhi o uniformën, o kriminalin. Dhe ajo do tjetë prap tradhti kombëtare. Për pos pasaj ekonomisë, arsimi që është baza shoqërisë, do tjetë mësuesi im e ardhmja ime, do japim dignitet mësuesit. Dhe do thot, çfarë do thot? Atëherë, ne kemi vendosur një program shumë detajuar për shkollat, sepse arsimin e konsiderojmë si pikën themelore dhe një themel të madh për shoqërinë dhe zhvillimin e saj. Ne duam t'i japim dignitet mësuesit. Si fillon digniteti mësuesit? Digniteti mësuesit fillon me rrogën. Atim çdo mësuesi në Republikën e Shqipërisë do t'i rritet rroga, nëse ka qenë 5% e prodhimit brendshëm bruto, investimi për arsimin deri tani, ne duam të arrijmë në 7%. Çka do të thotë që jep mundësinë shkollës të zhvillohet, të paguajë më mirë mësuesin, por edhe të përmirësojë infrastrukturën. Një mësues i mirë paguar nuk ka më dëshirë të iki, ka dëshirë të mësojë dhe të edukojë. Përveç asaj, duam t'i vim ekselentëve në ndihmë. Duam t'i japim bursa për gjithë nxënësit e shkëlqyer, për fëmijët e ushtarakëve dhe policëve të rënë krye detyrës, për fëmijët me nevoja speciale, për fëmijët jetim, për kategoritë të nevojë, dhe nga ana tjetër kemi bërë një program detajuar për zhvillimin dhe orarin e arsimit. Siç është në Europë, t'i vim në ndihmë dhe familje, sepse shumë prindër, shumë nëna nuk kanë mundësi të punojnë, se do ndjekin fëmijën, do ta marrin nga shkolla, ta çojnë nga shkolla, unë jam nën vet, dhe e di çka do të thotë të kesh peshën e shoqërimit të fëmijëve. Shkolla jon do të jetë me 2 fasha orare, si në Europë. Fëmijët do të jenë 8 me 1 që do bëjnë mësimin e detyruar, do të hanë në shkollë, pra shërbimi i mensës, dhe do të kenë bazditë ndër në orën 17 për të bërë mësimet, aktivitetet, klasat sportive, muzika, grupe të caktuara për të rizhvilluar integrimin e këtyre fëmijëve, se fëmijët dalin nga shkolla 1, mami apo babi janë punë dhe rrinë me celular gjithë ditën. Çfarë do t'japi ai fëmijë? Aty do të ngelet. Por nga ana tjetër, karshi këtij orari, duam që orari i administratës publike të jetë 9:04, që ti ke mundësi të çosh fëmijën në shkollë dhe ta marrësh nga shkolla. Pastaj universiteti, Ermal, i do dhënë frymë universitetit. Duhen motivuar ekselentët. Jo t'i themi të rinjve tani që do t'ja pasaportën dhe ik studio gratis falas jashtë. Jo. Dhe falas jashtë nuk t'japin asaj rinj që thith, duke ecën rrugë se dhe atë e paguan. Dhe falas jashtë të paguajnë vetëm pasi ti ke bërë vitin e parë, ke dalë me rezultate të shkëlqyera,
dhe t'japim bursën e ekselencës. Vetëm atëre je falas jashtë, sepse personalisht kam studuar me bursë 4 vitet e fundit të universitetit që kam bërë në Universitetin e Bolonjës. Prandaj është e vështirë, ti thuash është gënjeshtër e madhe, ti thuash triut shqiptar dhe vlonjat që do studiosh falas o t'jap pasaportën. Nuk ka që doj pasaportën, se nuk studion do falas. Procedura do t'jetë njësoj, Erman. Si ta kemi pasaportën europiane, si mos ta kemi studenti i Shqipëri, shqiptar, për të vajtur studioj andej, duhet lërë garancin, duhet bëj kërkesën, duhet kaloj tolkin, duhet i bëj gjitha si që ka bërë deri më sot. Po çfarë ofroni ju? Ne ofrojmë rivitalizim të universitetet. Ne ofrojmë rivitalizim të universiteteve, po mbi të gjitha të arsimit para universitar. Sepse ne, Ermal, kemi të rinj që nuk duan më të punojnë. Që e kam për turp dujmë kamarierin, që e kam për turp dujmë elektricistin, hidraulikun. Jo vetëm që e kam për turp, po edhe se nuk gjejmë punë. Prandaj ne duam të nxisim zhvillimin edhe të arsimit profesional. Të orientojmë rinin që guri rënd peshon vend vet. Sepse si që ta thash, unë e kam nga eksperienca personale, nuk ta shtron njeri tapetin e kuq, asa të zi, ande nga vete. Dhe ke dy rrugë shumë të vështira. Por këtu të paktën, në darkë, jenë shpinë tënde, i ri afër mamit dhe babit tënd, dhe ke mundësi të ecësh. Dhe ky vend Ermal është shumë i pasur. Vendi jonë Ermal është i bekuar nga Zoti. Dhe është gjuna që gjithë këto resurse që ky vend ka, mos t'i gëzojnë të rinjt shqiptar. E disa punë ka mundësi të hapen këtu, në profesione nga më ndryshme, por në momentin që ka monopole dhe oligopole, dhe kemi vetëm oligarkë që i kanë mbledh këtë apo atë sektor të ekonomisë dhe të biznesit, si do bëj riu shkret? Do thotë do ikjon nga sytë këmbët. Po është merë që ne vemi, si s'po bëjnë në këtë fushat, e kam gjetur Vlorën të përgjysmuar. Kam qenë dje në një fshat të Vlorës, që e mbaja mend kisha qenë edhe para ca kohësh, para se të bëjë rruga. Para se të bëjë rruga, a i fshat gëllonte. Se kishte njerës. Dje takova 30-40 veta, mosha mesatare 60 vjeç. Mishë dhe largime ka kudo? Shumë largime, pa tjetër. Shiko, lëvizja e lirë, pa tjetër. Po çfarë ndryshon me largimet tona dhe largimet nga Italia, për shembull? Pikërisht, në Italia janë 60 milion banor. Në qoftë se ikin 500.000 të rinj, nuk e prish ekuilibrin ekonomik, social e tjera me radhë. Ka dhe aty defekte me lindshmërinë, probleme me plakjen e popullsisë e kështu me radhë. Po ne jemi 3 Ermal. Dhe të ikim 500.000 shqiptar, do me thënë të ikin 1/6 e kombit, e shtetit, e popullsisë tonë, të 1/6 të ikën në një vit ty. 1/6 në 2023, pastaj të ngellën 2.500.000. Ikin 500 tjerë, nuk janë më 1/6, janë 1/5. Ngellën 2 milion. Do t'ikim prapos dhe shpres. Dhe di kush është problemi më i madh? Dhe kjo lëvizja jonë, Nisma Shqipëria bëhet, ka dhe një shpres të madhe. Dhe unë them që në rast se kësaj here nuk ka një ndryshim, nuk ka një sinjal, nuk ka një feedback nga elektorati, do jetë shumë e vështirë pas 12 majit. Sepse në qoftë se deri dje ikën 500, unë ju garantoj që pas 12 majit do ketë pesimizm akome më të madh, se do thonë, ku nuk lanë këta të rinjt që dolën, bën fryme, tjera me radhë, po këta i mbytën, nuk do ketë më kur ajo njeri të dalë, Erman. Si që ka dalë Adriatiku sot me shok, do duhen 20 vjet tjera, 30 vjet tjera. Prandaj për mua ishte momenti duhur për të ardhur për të kontribuar. Sepse mendoj se Shqipëria ka arritur maturin politike, por dhe qytetarët kanë arritur në atë ku realisht pushteti i kalot. Si po presin qytetarët, Ola, në takime që po zhvilloni me ta, qoftë në qytet apo edhe në zonat rurale, dhe cilat janë problematikat që ju po prekni vetë çdo ditë? Qytetarët në presin mirë, ka nga ata që unë i vlerësoj shumë sepse militantët do t'jenë dhe janë vlerë për këdo forcë politike dhe ua respektoj mendimin dhe qëndrueshmërinë. Ajo që unë nuk respektoj është verbëria. Do me thënë, kur ti je i verbër, që pavarësisht ç'bën ai apo ajo forcë politike, ti thua do ta votoj, le dhe në vartë jem. Këtë sa rita kuptoj unë. Por qytetarët kanë frymë, na presin, duan të dëgjojnë, kanë dëshirë të dëgjojnë,
kanë dëshirë, por prapë nuk harrojnë të thonë, po ku lën këta? Po ai ka thënë do marri kaq. Dhe ne nuk lodhemi më rëngjir zëri, po e vëre. Dhe ne nuk lodhemi se shpjeguar e që dëgjo. Politika shqiptare e deri tanishme, e 34 vjetëve, këtë ka pasur forcën më të madhe, atë intimidimin, kërcënimin, atë bindjen e fshet që nuk ndryshohet se kemi ne në dorë. Por që realisht, Ermal, kur ai qytetari, unë, ti dhe kushdo tjetër, shkojmë aty për të votuar, nuk ne e shikon njeri se qa, ku e vëm kryqin. Dhe mendoj që me ashpërsimin edhe penal të masave penale dhe të saj që rrezikohet sot, do t'ishte shumë e gabuar në qoftë se do ndikohej vota e kësaj here. Sepse unë jam e bindur dhe me ato që shikoj në qytet, dhe jo vetëm dhe në fshat në Barqarkun, ku po vizitoj, që qytetarët kanë shumë dëshirë të madhe për ndryshim. Kush janë problematika? Ermal janë të njëjta, që kemi prezentuar në 25 vjetë. Do me thënë, unë gjeta një Vlorë pa infrastrukturë, në qoftë se komplimentova para 2 vjetësh ndërtimin e rrugëve, bypassin e kështu me radhë, sot i pash të shqyera pra nga gjithanë. Vazhdojmë të qepim e të shqepim pëlhurën. Vazhdojmë të mos kemi ujë 24 orë në një vend që mund të furnizojmë gjithë Europën juglindore. Vazhdojmë të paguajmë karburantin më shtrejt se çdo vend i rajonit ku kemi resurse dhe prodhojmë vetë. Vazhdojmë të paguajmë energjinë më shtrenjtë se vendet e rajonit kur e prodhojmë vetë dhe jemi të gatshëm edhe ta eksportojmë. Vazhdojmë të hedhim në lumë me të lënë të kalbe produktet bujësore të fermerëve dhe bujqëve tanë, sepse oligarkët vazhdojnë të importojnë, e të na i shesin më shtrenjtë. Vazhdojmë të kemi model të fortin e lagjes me makinën e bukur, po analfabet funksional, se nuk dit lidi 2 fjale as shkoj e të lexoj, sepse ashtu e ka bërë rrugtimin personal. Dhe ato problematika që unë lash 10 vjetë më herët, i gjej sërish sot, po të amplifikuara edhe me dëshpërim dhe varfëri jashtëzakonshme. Dhe këto problematika bën që ju të largoheshit nga Shqipëria apo dhe nga Vlora 9 vite më parë? Patjetër, Ermal. Unë s'mund t'i risja vajzat e mia, po edhe vetën time nuk mund t'a mundoja më, sepse unë e kam thënë kësaj radhe dhe ma se është i metaforio e shëlluar, po unë kur i ka, mora një plëm të fort, sepse unë kisha investuar, nuk i ka 20 vjeqe. Unë i ka, pasi kisha një karierë të konsoliduar, kisha bërë një emër ashtu të vogël, në punën time, isha akoma në punë, dhe mora një plëm të fort që i ka, prandaj të thash, unë i ka me zhgënjim të fort dhe të madh. Qofse ti e mban mend të thosha që kur nuk do iki nga Shqipëria. Dhe arsyeja që më shoj që erdhi nga Italia dhe jetoj këtu ishte kjo, se unë kur nuk do iki nga Shqipëria. Po mua Ermal më ndoqen me bunga pas, kur i thonë. Dhe shumë të tjerë si puna ime, se Ermal murit me kokë nuk i bie. Dhe në atë moment unë isha e dobët, isha e lodhur, dhe thash boll, do mendoj pak për veten time dhe ika. Sot, unë bëra paqe me vete, i tregova vetes që unë kam e fort, ja dal kam. Dhe nuk ka sfid të më mposhti, prandaj them unë sot jam gati, t'i sfidoj ata që më detyruan t'i ikja. Dhe ky është momenti i rikthimit tënd? Ky është momenti i rikthimit tim. Para këtij momenti nuk e kishe menduar? Para këtij momenti Ermal nuk e kisha menduar se s'kisha parë asnjë lëvizje politike që të më ngjallte kaq shpresë dhe të më jepte këtë besim fortësie. Sepse ne thonë shumë, dhe unë dua ta them tani se është nga gjërat që më mundon dhe më ndje nga mbas në çdo takim. Sa thonë Adriatiku dhe ju të nismë se të bindje, Shqipëria bëhet, jeni të bindur se keni ardhur për Berishën. Sa na thonë ju ka sjell Rama. Fantastik janë ata që thonë ju ka sjell Sorosi. Kush ju ka sjell? Ne na ka sjell vetja jonë. Sepse Ermal ashtu si bëra unë aplikimin vet, ta e di si ka nisur Shqipëria bëhet me 25 veta. Me 25 veta dhe me një turm njerëzish në rrjetet sociale që kishin, që i knaqte ai ideali se thoshte ca të vërteta. Ai ideali, Adriatiku në këtë rast, motivoi shumë njerëz si puna ime dhe tha boll patë frikë. Boll patë frikë se këta vetëm të kërcnojnë, se ashtu të dinë të bëjnë, por realisht nuk kanë ide, nuk kanë forcë, nuk kanë projekt, nuk kanë dëshirë për të punuar. Dhe kjo ishte lajmotivi që më motivoi mua dhe shumë si puna ime, të kthehemi.
Prandaj unë thash që unë bëra paqe me veten që u riktheva, se thash këta nuk më bëjnë dot gjë. Dhe aq më pak të më ndalin. Prandaj unë kam ardhur të lëviz ujrat, t'jap kontributin tim dhe të ndikoj në çarjen e sistemit dhe heqjen e shabloneve që këta janë të pathyeshëm, që këta i kanë blerë gjithë, nuk i blen dot gjithë. Sepse ky vend ka njerëz me taban. Sepse ky vend ka njerëz të mirë. Por këta, që kanë bërë? Këta kanë shtuar varfërinë Erman. Dhe një njeri varfër është i korruptueshëm. Një njeri varfër është i kërcënueshëm, se në darkë kur vetet e shtëpia, do të po dalor, se s'kam bukta. Do ta dëgjoj unë atë. Po nëse ti jep shpresë dhe thua dalore se unë nuk të lë që ai të luaj me bukën tënde, s'do të heqi dot nga puna. Sepse ma bëri mua para 12 vjetësh. Tentoj të më shkelte mua me këmbë dhe unë ika. Dhe unë sot jam unika, po su dorëzova. Ja ku jam sot, më luftarake se dje, që t'i jap kurajën time, qoftë edhe një qytetarit vetëm. Dhe unë normal e kam thënë se më thonë shumë do shgënjejnë shola, do të shgënjejnë këta njerëz, do thonë po dhe jo. Unë si them askujt, hajde më voto, se jam Ola Ila, o jemi miq bashkë do votosh mua ti, asin qytetari. Unë dialogoj me qytetarët. Unë dua të kuptoj që si ndihen këta qytetarë. Unë bëj gazetaren, edhe në këtë fushat elektorale dhe them, nëse ke kurajo dhe mendon se ja vlen, që këto që mendon dhe më thua janë të vërteta, ke kurajo ndër në 11 maj. Se të keqen e kemi ne. Ajo që është e sigurt është që në qoftë se ne nuk arrim të bëjmë ndryshimin që aspirojmë, ky popull në 12 maj do ketë të njëjtët, që do sillen shumë më keq, sepse do konsolidojnë pushtetin e frikës. Dhe do ketë shumë më pak kurajo. Prandaj unë them, provojeni. Sepse unë e kam provuar në Kuriz, isha dikushi në qytet, u bëra vetë, se s'kisha as mama as bab të m'jep të krapo, të m'jep të dorë, i ka e trishtuar, e nisa nga e para, u bëra prap vetë me familjen time, dhe i dëshmova vetes që politika nuk na ka në dorë, ne kemi ne në dorë politikanin. Do 4 vjet me votë. Por ata tentojnë të na bindin sikur ata na kanë në dorë, dhe kjo është loja më shëmtuar psikologjike që i bëhet të varfrit. Si komenton listën e kandidatëve për deputet në qarkun e Vlorës të nismës Shqipëria bëhet? Lista jonë është listë virtuoze, sepse është një listë e të rinjve dhe të rejave, kryesisht të arsimuar jashtë vendit, të rritur dhe të brumosur me kulturë europiane dhe perëndimore, apo që kanë parë se çfarë do të thotë të bëhesh vetëm, të punosh vetë dhe të arrish, dhe të bindur që të japin kontribut, prandaj një pjesë e mirë, Idliri, ka nga Gjermania pasi ka bërë një karrierë të shkëlqyer aty dhe ka akoma si inxhinier kompjuterik, Idlir Islamaj, që është dhe koordinatori i qarkut Vlorës, është një djalë i shkëlqyer që ka ardhur nga Gjermania në shtator dhe ka vendosur të jetojë këtu me familjen e tij, të rikthehet. Aleksandr Unaj, një tjetër djalë i shkëlqyer ekselent në fushën e tij dhe që ka vendosur të kthehet dhe të kontribuojë, të mbajë peshën e atyre që besojnë. Është Sabin Kaplani, inxhinier i jashtëzakonshëm që jeton në Strasburg, është Ajola Fallanaj, avokate i jashtëzakonshme në Itali që ka dalë vetë me gratë e saj, nënë e 2 fëmijëve dhe që ka vendosur të kthehet dhe të kontribuojë. Është Andi Fandi në Vlorë, mjek i njohur në Britaninë e Madhe, që vazhdon të japi kontributin aty dhe që ndihmon shqiptar pafund në Britani, jo vetëm nga pikpamja shëndetësore, por edhe sociale, me kontribut të jashtëzakonshëm. Dhe ka shumë djemë dhe vajza të përmenda Vlorën, por ka dhe shumë djemë e vajza tjerë që janë në Saranda apo në Delvin që nuk kanë rreshtur dhe janë që në orët e para të lëvizjes Shqipëria bëhet. Prandaj unë kam shumë respekt për këta njerëz dhe jam krenare që sot i kam pjesë dhe jam krah tyre në këtë garë të vështirë, po të them, historike, sepse ne jemi të fituar Ermal pasi jemi të bindur që jemi në anën e duhur të historisë sot. Koment për kandidatët e listave e partive të tjera keni? Parti Socialiste e Partisë Demokratike? Po, patjetër që kam. Ka emra, sepse në Ermal jemi vlonjat, dhe të paktën për emrat e Vlorës, dhe unë ka njerëz në ato lista që i vlerësoj ashmasë shumë, e kam thënë dhe në biseda tjera. Nuk do përsëritem se më kritikuan që pse këtë e the dhe këtë nuk e the, po patën dhe nga ta që më falenderuar.
Ka emra që i vlerësoj shumë për kontributin e pandalur, që ka bërë qysh në njërën forcë apo në forcën tjetër. Kam rezervat e mia që 2 liderat politik dëshmuan edhe me këto lista që s'din të hapen, por që vazhdojnë të mbajnë afër ata që ju leverdis dhe që ju duhen për nesër. Por, si që thash, kanë këto lista njerëz rinj dhe unë uroj shumë që qoftë elektorati majt, qoftë edhe ai djathtë, të din të zgjedhin brenda listës edhe pse është e vështirë se do punojnë për listën e mbyllur. Dhe ky është defekti më i madh i listës, ajo që ne kontestojmë me ndryshimin e kodit elektoral. Pasi unë normal nëse do të isha nesër në parlament, do doja të kisha njerëz dinjitoz dhe me vlera, që ka në listat e 2 forcave të mëdha politike sot, por që fatkeqësisht janë vendosur aty si dekor në listën e hapur dhe punojnë për listën e mbyllur. Sa mandatet deputetësh synoni të merrin këto zgjedhje, qoftë në rang vendi apo edhe në qarkun e Vlorës, synoni? Në qarkun e Vlorës ne synojmë minimumi 1 mandat. Unë jam e këm në tokë, ka nga ta ishton më shumë, por unë jam e këm në tokë. Dhe unë them që 1 mandat i qarkut Vlorës, sepse Vlora e thash dhe në fjalimin tim të çeljes fushatës së barometër, dhe marrja 1 mandati në Vlorë sot, do me thënë që nesër Shqipëria bëhet ka qeverin. Nëse ju do të jeni në parlament, do të qëndroni, do të jetoni në Vlorë? Patjetër. Apo? Unë kam bërë pakt dhe do mbaj përgjegjësi për çdo vot dhe votuesi do mbesoj. Unë nuk do ta braktis kurrë, sinqerisht, me mundësit apo me gjithçka që do ke mundësi, asnjë që do më mbështesi, sepse normal unë kam dëshmuar edhe me punën time si gazetare. Nëse qoftë një qytetar më besonte një hall ti, unë shkoja deri në fund. Në të mira apo në të keq, dhe nuk harroja kur t'i ktheja përgjigje. Të njëjtën gjë do bëj dhe sot, por sot me një peshë akoma më të madhe. Të them normal që ti jesh gazetar dhe ti jesh deputet, është një sakrificë e madhe kjo e dyta. Pasi si sot Berti, siç na e ka thënë me kohë me vakt, gazetarët janë aty. Politikani vjen e vjen dhe është i harrueshëm. Dhe unë me duart e mia, për një gjë që e mendoj më të madhe se sa Ola, vendosa të vijem në radhën e të harrueshmëve, siç është opinioni i publik. Por në fakt Erman, unë jam dhe dua të jem në anën e të paharrueshme, do me thënë të jap një kontribut real dhe të lë atë emrin dhe gurin tim të vogël në zhvillimin e Vlorës. Dhe çfarë do të bënit nëse do të jeni në parlament? Çfarë do të bëni se do ishte puna e parë? S'do më mbyllet goja as një sekondë. Këtu ta besoj. Po nuk do lë ministër dhe deputet pa e treq për xhakete, për çdo projekt që i është premtuar dhe ish lëm pas dore Vlorës. Dikur nuk i lija rehat me mikrofon. Kësaj radhe do ju rritë zyra, si që lija dikur kryetari qarkut, që kishte frikë dilte nga zyra se do ta merrja në intervistë. Kështu do bëj me ministrat edhe kryeministrin e këtij vendi kush do të jetë ai nesër. Nuk do më mbyllet goja në parlamentin shqiptar për Vlorën. Çfarë është politika për ty? Politika për mua është mision. Më pëlqen shumë, kam studiuar për të, është mision, është sfidë dhe është mundësi për të bërë mirë. Se besove te aty lapaj? Sepse më dha shpresë. Më tregoi që pa pasur asnjë ditë pushtet, pati duhet rritje që rrallë kush i ka pasur edhe me karrige. Se duhet votojnë Nisma Shqipëria Bëhet dhe Ornella Hilën, qytetarët në 11 maj? Sepse Shqipëria ka nevojë për ndryshim, sepse ne si grupim nuk do të lodhemi asnjëherë të qenë kraj qytetarëve, sepse ne nuk do bëjmë pakt me asnjë djallë 34 vjeçar politik. Ne do synojmë të kemi rrugtimin ton, jemi zë kritik dhe kraj qytetarëve. Dhe e njëjtë arsye se duhet votojnë Ornella Hila në Vlorë, pra numri 6 që është Nisma Shqipëria Bëhet dhe mëtej Ornella Hila në listën e kandidatëve, sepse unë nuk do rresht asnjë ditë të ngritur i zërin për vlonjatët dhe nuk do ta lë vetëm asnjëherë këtë qytet me hallet e veta, siç e harrojnë pasi marrin votën. Ishte kënaqësi që u takuam sërish së bashku në studion e Fokusit. Ola, të uroj suksese dhe më solli shumë kujtime në këtë bisedë sot. Ka qenë si gjithmonë i jashtëzakonshëm, po unë emocionohem kur ne të dy nuk flasim si kolegë, në sensin
që ti më merë në pyetje dhe faleminderit që ishe ti që më kërkove llogari për qytetarët sot. Dhe më kujtohet kur edhe drekonin bashk. Absolutisht. Ato dreka tona jashtëzakonshme. Të thjeshta, me sanduiç. Ashtu akoma, Ermal, edhe këtë fushatun. Unë nuk ndryshoj. Madje do ta them një kuriozitet të kësaj fushate, sepse ne vetë financohemi dhe unë tentoj të bëj ekonomi, se jam mësuar të bëj ekonomi, dhe më thot një aktivist dhe më thot, moj kandidate, duke kursyer, në sensin e mendon mirë atë shpenzimin që do bësh. I thash, prandaj ne duhet të vemi në pushtet, se ne kursejmë veten që nesër të kursejmë Shqipërinë. Shumë e bukur. Dhe ne do dim ta kursejmë Shqipërinë, ja kursejmë fondet që t'i japim qytetarëve dhe t'i çojmë paratë e duart me kallo, i thash. Se i kemi nxjerrë me duar me kallo për vetë dhe na dhëmbin. Ola, faleminderit, je e jashtëzakonshme dhe ti, të uroj suksese në këtë garë, por edhe në vijim. Faleminderit shumë. Faleminderit për tek kësaj gare, unë ngelem Ornela Hila dhe do jemi njohës se kujdo që do më votoj apo nuk do më votoj. Unë erdha, si që thash, më dha një pollon për para të kohës, kam ardhur të kthej faqen tjetër. Uroj që Vlora mos të më japi një pollon tjetër, sa së kohë nuk ma dha Vlora, ma dha politika. Faleminderit. Faleminderit, Ermal. Shikues të nderuar, ishim me kandidaten e Nisma Shqipëria bëhet për deputetën në qarkun e Vlorës, Ornela Hila. Unë ju falenderoj dhe ju që na ndoqët dhe ju kujtoj takimin ton të radhës të njëjtën e kësaj jave. Mirupafshim të njëjtën.